reflektu. Ta pyesim, zotëri Hoxha, si mund të identifikohen lidhje të tilla telefonike, videolinqe, si mi identifiku, që mos me ra prej si që ra dhe regjia në këtë rast? Përndet shumë, realisht unë kësha pas dëshirë që këto e në 3 momente cilat do të ishte mirë mi diskutu dhe edhe për shikusin dhe për ne mi pas të strukturuar. Po, vetëm terma, zotëri Hoxha, të lutëm të kuptushme, se ju të kompjuterave heni ka njëherë do terma që si kuptojnë. Ideja është që kemi 3 momente. Momenti parë është para sa më ndodhë thirrja, momenti dytë është thirrja e cila është realizuar dhe momenti tretë pas thirrjes. Nëse flasim para thirrjes, më pëndaj pak nga eksperjenca ime ku kanë qenë udhëheqës i qendrës i situatave, Situation Center, dhe në 2009 kam vizituar Head of Situation Center, udhëheqësin e qendrës i situatave në Bruxelles, ku në atë kohë ka qenë Javier Solana, sekretar i BE-s, dhe Head of Situation, udhëheqësi i qendrës i situatave, dhe të njëjtën pozicion kisha si unë, bënte të gjitha përgatitjet para se sa Javier Solana të takoj me çdo personalitet, para takimit virtual, para thirrjes, para çdo gjë. Do të bënte një, të themi, screening, verifikim, një analizë të situatës politike, ekonomike, biografi të shkurtër, mbledhur me personin të cilin ka me komuniku e tjera, pa zgjatur shumë. Do të kemi momentin ku çdo figurë e lartë publike, në këtë rast kryeministri, presidenti, apo udhëheqësit e tjerë, do duhet të kishin një person të caktuar, një zyrë të caktuar, e cila do të bënte një aranzhman të tillë, një përgatitje të tillë. Shije qartë që kjo ka munguar në këtë rast. Do të kjo është një moment mjaft i rëndësishëm, do të cilët do duhet mund ta elaborojmë. Momenti i dytë i rëndësishëm është kontenti apo përmbajtja të cilën diskutuar. Përmbajtja e diskutuar, mund ta diskutojmë, është një përmbajtje, nëse mund ta fusim në thojsa, lë për të dëshiruar, jo lë për të dëshiruar, është katastrofal. Lë për të dëshiruar është mundet me qenë më mirë. Do të jemi të drejtë për drejtë. Do të përmbajtja është katastrofale. Dhe e treta, momenti çka ka ndodhur më pastaj. Çka ka ndodhur më pastaj? Do të në këtë drejtim kem pas rastin ndoshta për diskutuar crisis communication, të cilën nuk diskutohet, nuk mësohet. Unë kam pasur për shkak të punës të edukohem, të kemë trajnime specifike për komunikimin në kohë të krizave, se si duhet të komunikohet. Jo vetëm këtë, po edhe në pjesën e pjesë tjetër profesionale. Dhe në Kosovë kjo temë nuk trajtohet dhe nuk kemi. Çka duhet dhe si duhet të veprohet në rast kur ndodhet një krizë. Këtë rast kemi pasur një krizë dhe zyra e kryeministrit mjaftohet me një deklarim publik dhe pastaj shohim sot kam parë quhet smoke screen, ata të cilët mirën me media, kem parë një smoke screen e cila është tentuar. Smoke screen është ku tentohet me një ngjarje të tjetër të bëhet një hije për të mbimbuluar skandalin që ka ndodhur.